Në fakt, ne duke qenë profesionist, ne nuk mund të shprehim në lidhje me vendimin e gjykatës. E vetmja gjë që ne do bëjmë është ankimin gjykatën e apelit të përgjithshëm në Tiranë, sidomos për sa i përket burgimit përjetshëm të pandehurit Hysen Meta, pasi unë mendoj që mund të kishte një masë më të butë dënimi, dhe dënimi të ashpër për të mbrojtur premja Amarildo Meta, që është dënuar me maksimumin e dispozitës për fshehet kufomës me 5 vite. Ne do ndjekim rrugët ligjore për të shurtuar më pas nga gjykata e apelit. Duhet të mbaj përgjegjësi për aq sa ka bërë ai që e ka kryer krimin. Nuk mund të mbaj përgjegjësi një familje e tërë për një krim të kryer nga një individ. Ka kushte për të ankimuar burgimi i përjetshëm. Ai është një djalë i ri, në kohën që ka kryer krimin ka qenë vetëm 24 vjeç, në kushtet e një dhune verbale që nga dita që ka lindur e deri ditën që ka realizuar vrasjen. Ne kemi kërkuar dhe ndryshimin e kualifikimit ligjor duke u dënuar për një tjetër vepër penale që është ajo e tronditjes psiqike, pasi ai vërtet ka qenë tronditur në momentin që e ka kryer. Puna e vazhdueshme dhe ka gjeneruar në një debat që nuk ka qenë i paramenduar, por ka qenë aty për aty. I ka drejtuar gjykatës një letër ku i kërkon ndjesë dhe mos prezenca e tij ka qenë vetëm për shkak se ka vrarë babain dhe nuk mund të përballet me një situatë vështirë. Në gjykatës përgjithsisht të drejtë sa i përket të pandehurës Hysen Meta, konkretisht me atë që ishte qëndrimi ynë gjatë gjithë hetimit dhe gjykimit, pra fakti që kundërshtuam bashkëpunimin në kryen e veprës penale 79C, për pjesën tjetër është një vendim që duhet parë në lidhje me hapat e mëtejshme, ato që kanë bënë me ankimimin, lidhje me masat e dënimit, konkretisht për të pandehurën e Hysen Meta, por edhe për Blegin Ametën, të cilën ne shmojmë që nuk ka kushte dhe rrethanat që të marrë një dënim të tillë me burgim apo të përcaktohet domosdoshmërisht fajtore.